Ndihma e padukshme. Një dietar i madh dhe mbrojtës i transmetimeve profetike, Hasan ibn Sufjan ka qenë një person shumë i devotshëm dhe me plot virtyte. Gjatë kërkimit të diturisë, ai kishte shkuar për të studiuar hadithin tek një hoxh i hadithit me 9 student të tjerë. Mirë po, pas disa ditësh, ata mbeten pa ushqim, për shkak se u mbaruan parat. Pas 3 dite urije, nuk u mbeti zgjidhje tjetër përveç se të dilnin dhe të kërkonin. Mirë po, për djemt e ndershëm, e të respektueshëm dhe të zellshëm, kërkimi i lemoshës ishte detyrë e vështirë. Pas diskutimit, u vendos të hidhnin short se kush do të dilte të kërkonte lemosh. Shorti i ra Imam Hasan ibn Sufjanit. Në vend që të ushtrinte dorën njerëzve, ai i fali 2 rekate namaz e pastaj filloi një lutje të gjatë në një kënd të xhamisë. I ngriti duart ka qielli dhe i u lut Allahut të plot fuqishëm me përulje të plot. Ai ishte ende i gjunjëzuar në lutje kur një njeri hyri në xhami dhe e kërkoi atë. Nxënësit e tjerë të hadithit i treguan se ku ishte. Imami e ngriti kokën dhe e mbaroi lutjen, ndërsa njeriu i tha atij: "O hoxh i nderuar, sundimtari i Egjiptit, Emir Ahmed ibn Tulun, Ebul Abbas Turki, më ka dërguar tek ti. Ai të dërgon shumë selam dhe të kërkon falje që nuk ka qenë në dieni për rrethanat e tua. Kujdesi për ju ka qenë njëra nga përgjegjësitë e tij. Ai vërtet të kërkon falje për këtë neglizhencë. Nesër do të vi tek ju për vizitë. Të kam sjell diçka prej tij, të lutem, do ta pranoni." Pastaj njeriu vendosi nga një qese me nga 100 dinar për secilin student. Studentët e hadithit u kënaqën shumë me këtë akt bujarie dhe mirësie dhe e pyetën njeriun: "Si ka shkuar mendja Emir ibn Tulunit për ne?" Ndërsa njeriu u përgjigj: "Emiri ka qenë duke u kotur pasdite kur e pa në ëndër një kalorës me shtiz, duke fluturuar në ajër në drejtim të tij. Kalorësi i ishte afruar Emirit, e ka shpuar me shtiz anash dhe i ka thënë me një zë urdhërues: "Ngrihu shpejt dhe ndihmoj Hasan ibn Sufjanit dhe shokëve të tij. Shko dhe ndihmoju. Kanë 3 ditë që janë pa bukë." Emiri u zgjua dhe menjëherë mi dha parat për t'i dërguar tek ju. Të nesërmen, sundimtari shkoi t'i vizitojë nxënësit e hadithit personalisht. Ai u bleu tokën për rreth xhamisë dhe e la vakëf për xhamin dhe studentët. Asgjë nuk është e vështirë për Allahun. Një pacient i moshës mesatare kishte disa muaj që ishte i shtrirë në intenziv të spitalit, i pavetëdijshëm për atë që e rrethonte. Në trupin e tij kishte të ngjitur pajisje mjekësore dhe tuba të frymarrjes. Një kompjuter vazhdimisht po i përcillte rrahjet e zemrës dhe shenjat tjera që tregonin se ende ishte i gjallë. Mjekët me mantela të bardha e kontrollonin pacientin rregullisht. Mirë po, gjithmonë tundnin kokën me zhgënjim. Një infermiere kujdesej për pacientin gjithashtu. Bashkëshortja e tij dhe i biri 14 vjeçar e vizitonin 2 herë në ditë
Ata e shikonin me dashuri të madhe, i andaronin në rrobat dhe i drejtonin në rrodhat e qarqafeve të tij. Ata shpesh e pyesnin infermierjen: "A ka ndonjë shenjë të përmirësimit?" Infermierja vetëm i rodh të krahët. Dilnin nga spitali me një ndjenjë të pashpresë. Pastaj, kur gjithçka dukej e humbur, të dytë fillonin të luteshin rregullisht për të, tek Zoti i qiejve. Ata shikonin qiellin, kërkonin mëshirë dhe shpesh qanin pa kontroll. Mjekëve dhe infermierëve u vinte keq për ta dhe nuk e kuptonin përse po vinin aq shpesh ta vizitonin. Një ditë, një mjek e pyeti gruan: "Përse lodhesh të vish 2 herë në ditë?" Ai fare nuk po shërohet. Gruaja u përgjigj thjesht: "Unë kërkoj ndihmën e Allahut. Unë kërkoj ndihmën vetëm prej Allahut." Pastaj një ditë, ndodhi një mrekulli në spital. Pacienti, që kishte qenë i shtrirë me muaj në shtrat, filloi të lëvizte në shtratin e tij. I hapi syt, e largoi masken e oksigjenit dhe e thirri me të madhe infermierën. Infermierja u habit dhe nuk mund të besonte syve të saj. Ajo vrapoi drejt pacientit. Pacienti i kërkoi t'i largonte të gjitha pajisjet mjekësore që ishin lidhur në trupin e tij. Mirë po, infermierja i tha se vetëm mjekët mund t'i largonin ato. Ajo e thirri mjekun kujdestar, i cili ishte plotësisht i mahnitur me shërimin e mrekullueshëm të pacientit. Mjeku urdhëroi një ekzaminim të menjëhershëm të pacientit. Kërkoi t'i largoheshin pajisjet, të rregullohej dhoma dhe të pastrohej pacienti. Pas një kohe, kur erdhi koha e vizitës, bashkëshortja e njeriut dhe i biri i tij arritën në kohën e zakonshme. Ata hynë në dhomë, por nuk po u besonin syve të tyre. Të dy filluan të qanin nga gëzimi. Bashkëshorti dhe babai ishte i shëruar. Kur mjeku e pa skenën e lumtur, ai e pyeti gruan: "A ke pasur ndonjëherë shpresë se një ditë bashkëshorti yt do të shërohej plotësisht?" Ajo ja ktheu: "Po, kam qenë e sigurt se një ditë bashkëshorti im do të shërohej plotësisht dhe do të jetë duke më pritur kur të vi në vizitë tek ai." Pastaj mjeku i tha: "Bashkëshorti yt është i shëndetshëm si më parë, por të them të vërtetën, kjo nuk është merit e spitalit e as e mjekëve. Ekzistojnë limite në mjekësi. Ne përpiqemi ta mjekojmë pacientin sa më mirë që dim. Por kisha pasur një dëshirë dhe po të lutem për hatër të Zotit, të na thuash çfarë ke bërë gjatë kësaj kohe. Cila ka qenë rutina jote?" Pastaj gruaja ju përgjigj: "Do të them të vërtetën pasi më kërkove në emër të Allahut. Kur e vizitova bashkëshortin për herë të parë, isha e kënaqur që gjendja e tij ishte stabile dhe nuk po përkeqësohej. U luta për të. Pastaj në lagjen tonë, unë dhe i biri im u kemi dhënë lëmosh nevojtarëve dhe u kemi kërkuar që të luten për bashkëshortin tim të sëmur. Sot Allahu i plot fuqishëm më shpërbleu për durimin tim. Tani bashkëshorti më është kthyer." Të dashur miq, ky rast e bën të qartë se ne kur nuk duhet ta humbasim shpresën në mëshirën e Allahut. Ne duhet të bëjmë vepra bamirëse, të jemi të durueshëm dhe të lutemi. Nëse e bëjmë këtë, Allahu sigurisht se do të na bekojë. O Allah,
Kur njerëzit janë në halle, qoftë kur janë në një anije të zënë nga stuhia e fortë, ose kur humbin rrugën në shkretetir, ata gjithmonë do të drejtohen Allahut për ndihmë. Me duart e ngritura ka qielli, ata do të tharrasin: O Allah, o Allah. Vetëm Allahu mund t'i zgjidh problemet tona dhe t'i përmbush nevojat tona. Ai është Zoti i qiejve dhe i tokës. Njerëzit e devotshëm i luten atij në namazin e natës. Ne i kthejmë syt ka ai në të gjitha vështirësitë dhe telashet tona. Emri i tij është në buzët tona gjatë lutjeve dhe namazeve. Semrat tona dhe shpirtrat tanë gjejnë paqe në emrin e tij. O Allah, o Allah, emri yt është shumë i bukur. Zoti i shpirtrave të shqetësuar dhe të pashpresë. Ai nuk ishte fajtor, por e gjeti veten në burg pas akuzave për vrasje. Dikush ishte mbytur në kampin e tij dhe policia e arrestoi atë dhe disa persona si të dëshuar. Ai deklaroi pafajësinë, por gjykatësi nuk u bind për pafajësinë e tij. Pastaj mendoi që t'i lutej Zotit. Por Zoti të kujt? Ai nuk identifikohej si i krishter, as si hindi ose sik. Po ashtu, me Islamin nuk kishte lidhje. Filloi t'i lutej Jezusit, pejgamberit Isa a.s. Kaluan shumë ditë dhe asnjë ndihmë nuk arriti. Pastaj ai e thirri Musain a.s., të dërguarin Musa, mirë po prap mbeti në burg. Pastaj ai i u lut idhujve dhe hyjnive të ndryshme, mirë po asgjë nuk ndodhi. Qante nga brenga dhe stresi. Një ditë ai mendoi t'i lutet Zotit të muslimanëve për ndihmë. Ndoshta lutja ime do të pranohet dhe unë do të lirohem. Pastaj i ngriti duart ka qielli dhe tha në gjuhën e tij: O Zot i muslimanëve, unë nuk jam musliman, por kam provuar të gjitha opsionet dhe nuk kam hasur në ndonjë të mirë prej tyre. O Allah, tani të lutem tek dera jote dhe kërkoj ndihmën tënde. Ma largo këtë sprovë. Ai vazhdoi të lutej për një kohë të gjatë që të lirohej nga burgu. Po sa mbaroi lutjen dhe i lëshoi duart e poshtë, dera e qelis u hap nga oficeri. Shok, til jashtë. Ne e kemi shqyrtuar rastin tënd dhe e kemi provuar pafajësinë tënde. Do të jesh i lirë, i tha oficeri. Ai u gëzua shumë dhe menjëherë shkoi në një qendër islame ku u takua me punonjësit e saj. U tregoi se dëshironte të konvertohej në islam dhe të shqiptonte shahadetin. Nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. Punonjësi e pyeti nëse kishte ndonjë pyetje ose dyshim. Ai tha se kishte marrë përgjigje në të gjitha pyetjet e tij. Kam nevojë të adhuroj Zotin, i cili i ndihmon shpirtrat e shqetësuar dhe të pashpresë, dhe u pranon lutjet e tyre. Zoti im i vërtet i është përgjigjur lutjeve të mia, tha ai. Të dashur miq, këtë tregim e kam dëgjuar nga një huxh gjatë itikafit në Ramazan. E hodha në letër dhe ja bëra disa ndryshime të vogla. Ky rast ka ndodhur diku në Arabinë Saudite.
Nëna pajtohet me caktimin e Allahut. Ky tregim është marrë nga ligjerata e drejtorit të Departamentit të Kardiologjisë në një spital të madh të Arabisë Saudite. Ishte ditë e martë, kur bëra operacionin e një fëmiu. Të nesërmën, shëndeti i tij u përmirësua pak dhe i u kthye hareja fëmijërore. Në ora 11:15 të ditës së njëjtë, infermierja erdhi me nxitim. Mjek, fëmia nuk po merr frym. Duket se i ishte ndaluar zemra. Unë me njëherë vrapova drejt dhomës ku gjendej ai dhe fillova t'ja masazhoja gjoksin butësisht për 45 minuta. Mirë po, deri në atë kohë, nuk i u kthyen të rrahurat e zemrës. Megjithatë, Allahu, Zot i nderit, i dha një shans tjetër në jetë dhe zemra gradualisht filloi të rrehte përsëri. E falenderova Allahun fuqiplot dhe isha i kënaqur me gjendjen e fëmijës. U telefonova të afërmëve të tij për t'u treguar se çfarë i kishte ndodhur. Gjithmonë është vështirë t'u tregohet prindërve për gjendjen e fëmijëve të tyre të sëmurë. Kur më vonë e pash nënën e tij, i tregova për ndaljen e zemrës së birit të saj dhe i thash se mendova që djali kishte pësuar vdekje klinike. Disa nëna reagojnë keq kur marrin lajme të tilla. Shpesh qajnë e vajtojnë dhe e akuzojnë mjekun. Mirë po, kjo zonjë e madhe nuk qau. Përkundrazi ajo më dëgjoi me durim dhe më tha elhamdulillah. Pastaj u nis të shihte djalin. Fëmia ishte në repartin e kujdesit intensiv. Kur pas 10 diteve filloi të lëvizte nga pak, ne falenderuam Allahun që po ja kthente shëndetin. Mirë po, 12 ditë më vonë, zemra e tij përsëri u ndal. Ne i bëm mesazh kardiak për 45 minuta. Mirë po, përsëri nuk kishte të rrahur në zemër. I tregova nënës së tij se kishte pak shenja shprehse. Kur nëna e tij e dëgjoi këtë lajm, ajo tha: "Elhamdulillah." Nuk qau e as nuk vajtoi. Ajo i ngriti duart ka qielli dhe u lut: "O Allah, nëse ka ndonjë të mirë në shërimin e birit tim, të lutem shëroja atë." Për mrekulli zemra filloi të rrehte përsëri. Sa gëzim na solli kjo. Ne e falenderuam Allahun. Mund të imagjinoni se sa e lumtur ishte bërë nëna e tij. Gjatë ditëve dhe javëve që pasuan, shëndeti i fëmijës ndryshonte nga njëherë përmirësohej e nga njëherë keqësohej. Mirë po, nëna e tij, dukej se ishte dorëzuar ndaj caktimit të Allahut. Shumicën e kohës po e kalonte në lutje. Pas 3 muaj e gjysmë, fëmija ishte ende në repart intensiv dhe i u paraqit një entje në trurin e tij. Një ekip i mjekëve vazhdimisht po kujdeseshin për të. Mirë po gjendja e tij ishte kritike dhe dukej e pamundur që ai të mbjetonte. Unë isha përgjegjës për repartin intensiv dhe fillova ta përgatisja nënën e tij për lajmin e keq që ai ndoshta nuk do të jetonte. Edhe nëse ai nuk pësonte ndonjë sulm në zemër, në tru i ishte paraqitur një e enjtur që e kërcënonte jetën e tij, i thash asaj. Gruaja përsëri tha elhamdulillah. Para se të shkonte, vura re mbështetjen e madhe të saj tek Allahu. Fjalët e saj: "O Allah, nëse ka ndonjë të mirë në shërimin e tij, të lutem shëroje", ishin të mjaftueshme për të dëshmuar besimin e saj të palëkundur në Allahun. Kur nuk kisha parë një grua të tillë për 23 vite të shërbimit tim në spital. Pastaj, një ditë fëmijës nuk i funksiononin veshkat. Ne ishim të sigurt se ai nuk do të mbjetonte. Unë kisha marrë guximin ta informoja nënën e tij,
por si zakonisht ajo tha elhamdulillah. Fëmia luftoi me vdekjen për rreth 4 muaj, kur papritmas mori një sëmundje të çuditshme, të cilën kur nuk e kisha mjekuar në karrierën time mjekësore. Ne, mjekët, ishim të brengosur sepse gjoksi i tij filloi të enjti. Ne, bëm çdo gjë që patëm mundësi, por shëndeti veç keqësohej. I tregova nënës së tij se nuk kishte ndonjë mënyrë që ta shpëtonim. Ajo si gjithmonë tha elhamdulillah. Dhe shtoi: O Allah, nëse ka ndonjë të mirë në jetën e fëmijës tim, të lutem, jepi atij jetë. Pas 6 muajsh, fëmia ishte i pa aftë të lëvizte, të fliste, të dëgjonte ose të shihte. Mirë po, nëna e tij ishte shembull i durimit. Ende kishte shpresë për shërimin e fëmijës dhe lutej për shërimin e tij. Pas 8 muajsh, lutjet e saj më në fund i dhan frytet e saj. Djaloshi u shërua plotësisht. Ai luante dhe vraponte pranë saj. Ishte vështirë të besohej që ndonjëherë kishte qenë në gjendje aq kritike. Pas një viti e gjysmë, një koleg i imi në spital më informoi se një çift me 2 fëmijë po më pristin tek dhoma e pritjes për të më takuar. Kur e pyeta se kush ishin, ai tha se nuk e dinte. Kur shkova t'i takoja, e njoha fëmijën që e kisha mjekuar. Ai ishte si një lule e bukur, plot jetë, i shëndetshëm, plot gjallëri, i lirë nga sëmundja dhe luante pranë prindërve. Vëllai i tij i posalindur mbahej nga nëna e saj në duar. Prindërit kishin ardhur të më falenderonin. Duke drejtuar gishtin ka foshnja, u thosha me shaka se nëse ishte fëmia i 13 ose i 14 i tyre. Babai më tha se fëmia i tyre më i madh u kishte lindur pas 17 vitesh martesë. E mora në një dhomë tjetër dhe i thash se kur nuk kisha parë një zonjë më të durueshme dhe më mirë njohëse se gruaja e tij. Allahu i madhërisëm i bekoi me një fëmijë të bukur pas 17 vitesh dhe ai u sëmur rënd. Mirë po ajo tregoi dashuri, maturi dhe guxim të pashembullt gjatë kohës sa u kujdes për të. Bashkëshorti i saj më kapi dorën dhe më tha se ata ishin martuar para 19 vitesh. Asaj, kur nuk i ka ikur do një namaz nate pa ndonjë arsye valide. Kur nuk e kam dëgjuar duke gënyer, duke ofenduar, ose duke u tallur me dikë. Sa herë që arri në shtëpi, ajo më pret ngrohtësisht. Ajo gjithmonë lutet për mua dhe për bekimin e Allahut ndaj nesh. Ai tha se kur nuk i shkonte në mend që të martohej për herë të dytë, për shkak të gruas së tij të devotshme. Nuk mund t'ia thyej zemrën, tha ai. Kjo ishte përgjigjja në pyetjen që dëshiroja t'ja bëja. Kjo më la pa fjalë. Dëgjuat audiolibrin Lutjet e pranuara. Tekstin e lexoi Eliesa Ahmeti. Përshtatja dhe ilustrimi artistik Rozafa Zeneli. Incizimi u mundësua në radioproduksionin Zëri i Shtimës.